Projekt buxheti i vitit 2011 ka përplasur në kuvend mazhorancën dhe opozitën. Kryeministri Berisha ftoi socialistët ta votojnë këtë projekt me argumentin se buxheti i 2011-s, më i madhi në historinë e vendit, është buxheti i veprave të mëdha që vendos në qendër të tij investimet dhe qytetarët. Paraqitem sot në këtë aulë për buxhetin e vitit 2011, buxhetin më të madh në historinë e këtij vendi. Një vit më parë, për ambicje paranojake për pushtet, nuk kisha në sallë përfaqësuesit e elektoratit që votoi kundër meje. Dhe kjo vetëm e vetëm, se ky njeri nuk ka sensin e pendeses, por kompleksin e turpit. Unë uroj që të çlirohej nga psikologjia e bunkerit, ku ju ka ndryrë njeriu që kaloi jetën e tij nga bunkeri i bllokut në muzeun e Enver Hoxhës. Këto janë vetëm një thirrje ndaj jush të votoni këtë buxhet, i cili fund e krye i dedikohet, i përkushtohet qytetarit shqiptar. Buxheti më i madh i historinë e vendit është buxheti i moshurëve tanë. Shqipëria ka vendosur të realizojë rritjen më të madhe të pensioneve në vitin 2011 në të gjithë Europën. Ky buxhet ka rritur në mënyrë thelbësore investimet për arsimin, për shkollën. Ky buxhet shënon një rritje 8% për shkollimin e voglushve, të rive dhe të reave të Shqipërisë. Investimet të fshatë në shkolla, kanalizime, ujësjellsa, rrugë, frutikulturë, tregje janë $650 milion. Në fshatat e Shqipërisë do të asfaltohen rreth 2000 kilometra rrugë. Do filloj tuneli dhe autostrada Tiranë-Elbasan. Tenderi dhe prokurimi do bëhet brenda këtij viti. Është përparësia absolute e qeverisë sime. Do ecë drejt Boshtit Jugut. Buxheti është buxheti i akseve të mëdha. Jam këtu për të dhënë fjalën qytetarëve të Matit dhe të Dibrës, se rruga e Arbërit do vazhdojë ndërtimin me vendosurinë më të madhe. Gjatë diskutimeve, kreu i mazhorancës akuzoi Ramon për shpërdorim të parave publike dhe për mashtrim me deklarimin e pasurisë. Nuk ka njeri më komfortabël për mua, për kundërshtar, as nuk ka patur, as nuk do të ketë, të paktën edhe për 25 vjet që vinë, apo 30, sesa e të vinë Krishtaq Rama. Ka një merit në dallim me një kryetar tjetër bashkie që u shkarkua para një muaji. Merita e tij është kjo. Kryetari yt e merr 2 herë në vit rroba qepsin e Brionit në Tiranë dhe kostumet i ka mbi 20.000 euro. Ai që deklaron 3.000 euro, se këmishën e ka 1.200 euro. Ai që deklaron 3.000 euro, se këpucët i ka me lëkur gjarpri. Por kreu i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi i kërkoi fillimisht kryeministrit që të mos baltos opozitën dhe kryetarin e saj Rama. Më pas, duke folur për buxhetin, ai tha se argumentat e qeverisë nuk reflektojnë të vërtetën në projekt buxhet. Kryeministri foli fiks 55 minuta, po vetëm paraqitje buxheti nuk bëri, por vetëm për opozitën dhe liderin e saj. Nuk më e kuptoni që keni marrë peng integrimin e vendit, të shkëthyer në obsesion, të shkëthyer në makt, të shkëthyer në hije e emri e Tirana. Mos e përjeto kaq keq. Shpejt avon ti do bjesh në ai kal që je hipur. Shpejt avon e Tirana do të vijë aty ku je ti. Të ardhurë totale të këtij buxheti që ju nuk e prezantuat sot, siç u detyron kushtetuta. Duhet ta dinë shqiptarët që janë më të vogla se buxheti fillestari 2010. Ju folët për rritje pagash. Po ne duam të themi shqiptarët që shifrat që ti kanë buxhet janë më të vogla se buxheti i 2010-s. Ti flet për pensionistë, për rritje pensionesh. Shifra që kanë në buxhet, ta dinë pensionistët. Është e njëjtë me atë të 2010-s. Ju flisni dhe si zini në gojë sot, ish të përndjekurit, apo ish pronarët. Shifra që vinin në buxhet për kompensimin e ish pronarëve është më e vogël se atë 2010. Po shpenzimet për ndihmën ekonomike, për ata që llogarisin rishkun e bukës,
I kini të njëjta në shifrat e buxhetit me 2010. Investimet për Ministrinë e Arsimit janë 0,3 lek për çdo 100 lek të GDP-s, ose më të vogla se 2009 dhe se 2010. Palët kanë debatuar ashpër edhe sa i përket asaj që opozita e ka cilësuar si cënimi i autonomisë vendore, duke u ndalur veçanërisht tek Bashkia e Tiranës. Ju flisni për autonominë të pushtetit vendor. Po, si shpenzimet për buxhetin e pushtetit vendor, edhe granti i pushtetit vendor, edhe granti pa kushtëzuar i pushtetit vendor, ose është i njëjtë ose është më i vogël se buxheti 2010-s. Zoti Gramoz, Bashkia e kryetarit tënd mirëte në vitin 2005 buxhetin 410 milion. 350 milion. Bashkia e kryetarit tënd në vitin 2009-2010 ka buxhetin mbi 1 miliard. Mbi 1 miliard granti, granti, kjo vetëm granti i pa kushtëzuar. Zotëri, sot buxheti për pushtetin vendor arrin në 35 miliard lek. Merreni, por problemi është këtu. Se për ju nuk ekzistojnë komuna, nuk ekzistojnë fshatra, nuk ekzistojnë bashki, dhe ndaj shumëzoni me zero. Konstatuam se ne trefishon buxhetin, zotëria e tij trefishon në thënëlshat. Po, do t'ja bëja halal në qoftë se do t'kishte punësuar militant të Partisë Socialiste, Natë Seli, po që të gjithë janë në thënëlsha, njerëz pa asnjë merit, pa ta kanë mbush bashkinë, mor zotëri. Atëherë për rrogë, atëherë për policë bashkiak, atëherë për punojës, është trefishuar numri, i gjithë forumi në thënëlshave të Tiranës së shutën bashki. I kam u kufit të thana vetësimi duke thënë se nuk mund të përdorish më shumë se kaq për rroga dhe pensione. Nuk mund të punësosh më shumë se kaq. Ja bëra mirë edhe ati bëra një të gjë. I thash se nga këto para që merr nga takspaguesit 20% do përdorish për rroga pensione. 80% do i përdorish për komunën e Parisit, për Don Bosco, për rrugët, për kanalizimet, për kopshtet, për shkollat,